Ka orë një moment që kena dash mu transferu Prishtinë për punë. Po fulim për një picë napoletane që në Prishtinë sa po ka hi në treg. Kena vendos me alo emrin Ti amo që në Shqip do me thonë të dua. Kam i shku mas pare për herën e parë në 2009 në Itali, për studime dhe tani për punë, po arsye që kom shku mas shumë të ka ati për me pas një tarme më të mirë. Kom fillu me studiu dhe tani mas njësa kohë kom fillu edhe me punu bashk. I kom ndërprej studimet edhe kom përkushtu shumë punës. Kom vazhdu me punu edhe kom punu të në kohën deri sa ka ardhur edhe Alberti. Alberti ka ardhur mas 4-5 vjetë dikur kër i kom bënë në Itali. Edhe tani kena vazhdu me punu bashk edhe me punu bashk për të njëjtin brand. Për një kohë caktuar në dikon jashtë 7 vjetë, më me thonë, për 2016-17 që të dikon. Edhe e kena pas një eksperiencë shumë të mirë, kena punu për do brende shumë famozë në Itali, edhe ju kena përkushtu të dëtë kuzhinës, në njëjtën kohë jena angazhu shumë rrëdhë kësaj pjese, edhe na ka pëlqy, kena vazhdu me punu në stop, deri sa ka orë një moment që kena dash mu transferu në Prishtinë për punë me brendin për cilën jena ka të punu në Itali, edhe kena vazhdu me punu këto one personalisht ja 2 vjetë. Alberti ka orë vitin e kalu në tetor, që i ka po t'i kom 3-4 muaj punë, edhe mas një kohë shumë të shkurt, vendosëm me hap një pizzeri këtë në Prishtinë tonën, personalisht, unë edhe kë, si bashkëprenor edhe si t'jam migjes, se me kam gjallë migjes, edhe kena vazhdu dhe tash jena në pizzerinë tonë që të qa, edhe po vazhdoj me punu këtë. Herën e parë kër kom shku në Itali, kom pas 17 vjetë, jam konë në Rëmush, edhe kena qëndru në qytetin Milano, për të në kohën deri në vitin e kalu, para se me ardhë në Kosovë. Atje kena vazhdu me jetu dhe me punu bashkë edhe me Albertin, po neherë në fillim kër këmë shkojnë edhe pa Albertin, edhe tash jena në Kosovë, në Prishtinë. Vështirësitë në fillim janë kosh shumë për shkak se edhe gjuhën nuk e kom ditë, edhe normalisht nuk kom pasë rreth ose familje diçka që ka mujtë më ndihmu në atë periudhë, kështu që u kom vështirë për gjithçka, edhe për jetesë, edhe për mbijetesë, edhe për punë, edhe për shkollim, edhe për gjithçka. Po me kohën kom vazhdu të studiu dhe të mësu edhe tani kom nis pak me mësu gjithçka dhe më lehtësu pak që ke pjesë, se normalisht si çdo fillim për çdo kanor kom shumë e vështirë. Unë i kom pas 15 vjetë kër kom dalë në Itali, edhe kom studiu edhe unë për gjuhë, normal nuk u konë e lejtë, për gjuhë tani kom fillu me punu, pastaj këna mësu si punë këto qena të bo tash edhe mas çdo kohë kena vendosë më ardhë me hap diçka këtë në vendin tonë. Besoj që është ëndra çdo kujt që ka që më këthin vend vetë me kontribu. O ko një ide jo nja si e Petritit se jemja, kena menu për me hap diçka këtë në vendin tonë dhe e kemi hap. Po, na ka ra me bon 2 vjetë eksperiencë të punës dhe na ka shërby për marrë këtë me kontribu për vendin tonë në diçka. Normalisht kë zanot do të mi pëlqy dikujt për me shty edhe me arrit diçka në tarmën. Unë e kom po shumë edhe kom po edhe halesha shumë potencial në Kosovë për shkak se po folim për një picë napoletane që në Prishtinë sa po ka hi në treg, një diçka e tillë se ma herët nuk ka ekzistu. Edhe normalisht është shumë e lehtë me kontribu në vendin tënë edhe me hap një biznes në vendin tënë për shkak se ki njohuri për tanët edhe është shumë e lehtë në këtë aspektet që ekzistojnë. Na edhe unë edhe Alberti na ka lind ideja me kriju edhe me qelë këtë pizzeri napoletane këtu për shkak se veç e dim punën edhe dim që shkën kje punë, kena nxjerrë diçka të mirë edhe jena munu me ju përshtat tregut Prishtinës me çdo sen, pavarësisht materialit që vjen për Italisë edhe shumë një material cilësor. Na kena vendosur me pru diçka të mirë për atjerit edhe po më mërmenja që kena pru. Pizzeria Ti amo ndodhet në Pejton, lagjën Pejton, rruga Perandori Justinian numër 9. Thirrët Ti amo për shkak se italisht, do më thonë Ti amo të dua shqip, na e dojmë këtë punë edhe dojmë këtë zanat. Kena vendosur me alo emrin Ti amo që në shqip do me thonë të dua. Na kem afërsisht rreth 15 pica në menu. Ofrojmë pica napoletane që janë pica të buta dhe pjekin temperatura të larta. Edhe normalisht shtohet ma shumë ujë rreth brumit që me kone butë edhe me dalë qashtu e butë, që do me thonë nuk është krespi. Edhe normalisht kem pasta, kem edhe startera që janë menu, kem edhe salata, po fokusi është e pizzës se na jena pizzeri. E veçanta është që na kena një temperaturë shumë të lartë në furrë, që do me thonë pizza pjeket për 1 minutë për afërsisht që të dikon. Edhe normalisht del kualiteti që asaj që na po dojna me shit edhe që po dojna me shti në treg.
për pica napoletane. Edhe e mira kësaj është që na e kena furrën me dru edhe normalisht për me qitë një kvalitet nalt pica automan, furra do të me ko me dru për shkak se jep edhe shije. O ka shumë vështirë për shkak se nështë është një investim që nuk është edhe i vogël, po na kena morë një vendim edhe i na peshtot edhe me vend, pak po edhe me Albertin si bashkëpronar edhe si djatë miqe që e kam, edhe kena vendus me investu edhe me vazhdu me punu këto. Pejtoni si lagje ma heret nashta nuk është që ka funksionu shumë, unë e kom dalë edhe kom hulumtu pak në kitë pjesën këto, të këshyrë se qka po ofrën lagje mas pari, edhe normalisht tani kena vendus me shti një pizzeri si për kja, se s'ka pas, edhe kena pas qaf me vendus që të qa edhe me këshyrë qysh po ecë. Tash na të Kosovës jena pavarësisht se kena jetu gjatë Milana, normalisht kushtet edhe shteti edhe njerëz edhe populli krejt janë ban ndryshe se sa na këto, po edhe në Kosovë është shumë mirë, sidomos Prishtina ka përparu shumë edhe na po shkojmë të përparu me krejt, po mundohemi me kosa ma modern me Evropë edhe me sene tjera, edhe në Prishtinë nuk është keq, është shumë mirë që tash bile, po mënaj është ma mirë se sa që shko ma heret shumë. Normalisht edhe në Prishtinë ka potencial, ka edhe këto gjallëni, mundesh me gjallënu, me punu edhe me përparu pse jo. Normalisht që do të vetëm me punu edhe me përkushtu shumë edhe me sakrifiku normalisht çdo sen për me arrit diçka.